Koha e luftës atë ka qenë të meri dhe vështërsitë e kosovarëve që i kanë ikë prej anej me shumë vështërsi, ku ne kam në përmal me traktora, kanë lanë shtëpiat, dikush është damtu me familje, dikush ju kanë bet burrat atje në lufte me shkavi që i ka torturuar. Por fatmirësia e madhe me i fjalë Kuksi ka qenë më afër, e gjithë Kosova, pjesa më e madhe e Kosovës janë përplas këtu. Janë streuar, sipas mundësive që kena pas. Ç'është bën një fakti që ju koksian keni pas mundësi me ndihmu edhe keni pranu këto? Po fatmirësia komshi kemi qenë, pavarësisht shtetet na kanë dhënë një familje jena, një grup. Gjithë shtetet. Si me ndihmu në familje? Unë, për momentin, kanë ardhë do të na shecit kanë ardhë do, mirë po unë kisha një dhome, një kuzhinë, isha di familja unë, veti 5 kisha ku me ështru, po jam taku me to, kam ba muhabet. Çka thojshin ata kur vishin? Qa do thojshin ata që kishin lanë njerëzit atje që ishin në luftë, vështërsi ishin, Sërbi i ka marrë me i fjalë, i ka përzan, kanë lanë shtëpiat, kanë braktise, se ne vështërsia më e madhe s'ka, po ngrohtësi që gjetin këtu në Kuks, netën 3 muaj që zgjati puna e luftës, unë pasanej kam ngarkuar me unë sërën me një kamion, në Gjakovi kam pa përcjell. Autokollon kena shkuj, kena përcjell, ishtë kënaqësia madhe, po vështërsia tepër madhe kanë qenë. A ke shku gjatë me njëherë pas luftës në Kosovë, me pa që është djekë, është shkrumur, që ke pa, që ma në nga se? Po jo, të shumë s'pa ta shku, a i ke përësish, kam lëviz, po atje, ku ishin dame më të mëdha, s'kam qenë, s'pa ta mundësi me shku. A ki kontakt hala me në antarë, ose me në shqiptarë Kosovës që u kom të gjatë luftës, a keni mbajt kontakte? Po unë në atë kohë kam pas edhe motrën atje, në Prizren, të martu me herët, me i fjalë, pa fëmisen, kanë netë, kur u hapë pasane shqyqirë që mu dha mundësia, me gjithë gjallë, pa jo e vjetër ishte më shumë, vetëm fëmis pati, s'ka pas fëmije. A ke pas gjatë kohës luftës kontakte me motra? Ku patëm gjatë luftës pasane. Në luftë s'kishna, s'punon të as telefoni, as njësen ku ka pas mundësi pasane, sa u ashtu, kam shku, kemi shku, e pasane e kena marë. Qështë bën mu një fakti që në një mënyrë ose tjetër edhe ti ke kontribu për luftën në Kosovë, ke ndihmu njerëzit? Po ne, para luftës, edhe kena punu. Me çanta kena shit, do se ne e kupton si popullsi, shumë njerëz kena njojt. Kena bashkë bisedu, kena punu, kena shit, sa me... Çfarë apeli kishe bo për krejt shqiptarë, për ata të Kosovës, të Shqipërisë? Njerë, falenderoj gjithë Shqipërinë, ku do. Kuksi njerë ka qenë më i veçantë, që pritjen e ka bas sa më të mirë. Dhe me qenë gjithmonë bashkë? Ta shti, mendojmë, inshallah, Zoti, mendimesën e botërore, evropiane, bashkimin Kosovë e Shqipëri. Jena një popull.